manifestimi i vitit të ri, apo manifestimet, kremtimet e fundit të vitit, janë hidhërim për Allahun Azza wa Jall. Nuk ka hidhërim më të madh për Allahun Azza wa Jall se sa manifestimi i vitit të ri. A dini përse? Për çka se vëllezër të ndershëm, pejgamberi Allahu na transmeton ku Allahu Azza wa Jall thot: "Më ofendoj biri i Ademit, edhe pse si takon atij që të më ofendon." Allahu Azza wa Jall i veshët, Allahu Azza wa Jall se ka fëmijë, kurse Allahu Azza wa Jall ka zbrit një ajet: Allahu nuk ka lind dhe nuk ka lind prej Allahut askush. Ndërsa ata që e manifestojnë vëllezër të ndersh, ata pretendojnë se prej Allahut Azza wa Jall ka lind Isai ka lind, është djali Allahut Azza wa Jall. E çfarë mendon ti që e kremton dhe i gëzon fëmijët e tu me paketa të ndryshme këtë ditë? E njëri prej neve thot se ne manifestojmë, mirë po ne nuk pretendojmë dhe nuk besojmë siç besojnë ato. Ne i përgjigjemi atyre të cilët pretendojnë në këtë formë. Ne i themi atyre përderisa ju distanconi nga besimi i tyre, pse nuk distanconi dhe nga manifestimi i tyre? Na tregoni se ju që u distancuat nga besimi i tyre, për çka ju pengon juve që të bojkotoni dhe të distanconi dhe nga manifestimi i tyre? Çka ju pengon juve që t'i bojkotoni dhe mos të shoqëroni manifestimin e tyre?